Zoti Alibali, gjithë ky PR, nëse mund ta quajmë kështu, i zotit Rama e ndërkombëtare, samite zhvilluara her pas here në Shqipëri, në Tiranën tonë, janë një sinjal pozitiv edhe i rrugëtimit tonë të shpejt për të bërë pjesë e BE-s? Shiko, fati jonë i madh që ajo që tha Jordani është një moment geopolitik i tillë që favorizon shumë integrimin e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Për në qoftë se do të thonim kështu, kur në historinë e Shqipërisë, armiqtë e Shqipërisë nuk kanë ndihmuar kaq shumë Shqipërinë me sjelljen e tyre për të minuar vendet demokratike në Europë. Për hir të vërtetës, Shqipëria ka bërë dhe kanë thënë dhe përfaqësues të Brukselit progres të paprecedent, por progresi i paprecedent është në aspektin e hapjes së kapitujve dhe për hir të vërtetës 5 vjet pa lëvizur asgjë për integrimin e Shqipërisë dhe pastaj brenda një viti hapen të gjithë kapitujt. Por po të shohësh, kush e ka lexuar, po të shohësh progres raportin e fundit të Komisionit Evropian, situata nuk është kaq roz, kaq ashtu. Për shembull, aty ka progres të limituar diku, rrallë ka progres të mirë, ka progres të moderuar diku tjetër dhe bile ka fusha ose hapësire ku thuhet s'ka progres fare. Pra, Komisioni Evropian në aspektin e studimit të zhvillimit të reformave në Shqipëri është shumë i saktë. Është një dokument i cili ka dalë. Patjetër, mbas Malizi, Shqipëria jo vetëm për këtë si thosh, avancimin që ka bërë në fushën e integrimit evropian, por që për hir të vërtetës vërtet ka bërë një PR, kryeministri, i cili i ka afruar, ka krijuar kontakte me drejtues, me komisionerë të tjerë. Natyrisht, zonja Kos... Mjafton vetëm kaq? Jo, nuk mjafton, prit se do të shkoj. Natyrisht që zonja Kos është komisionere e zgjerimit, është detyra e saj për t'i marrë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për t'i shtyrë përpara. Është reklamimi i punës së saj dhe normalisht është edhe detyra e saj për të nxitur sa më shumë energjitë e brendshme të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit për të thelluar fushën e reformave. Por duhet kemi një gjë parasysh. Për hir të vërtetës, progres raportet e Komisionit Evropian gjithmonë kanë qenë shumë pozitive, tani janë më pozitive, por kur ka ardhur puna te Këshilli i Europës, që janë përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian, aty çështjet kanë ngecur. Dhe është thënë rëndom dhe nga përfaqësues të Brukselit, është e lehtë të hapësh këto kapituj. Problemi është mbyllja e kapitujve dhe ka një element. Kapitulli 23 dhe 24 flet për shtetin e së drejtës. Pa marë një raport pozitiv për sa i përket kapitullit 23 dhe kapitullit 24, asnjë raport nuk do mbyllet. Asnjë raport nuk do mbyllet. Dhe ne diskutojmë këtu, prandaj diskutojmë për çështjen e shtetit drejtës, konfliktit midis ose konfliktit kompetencave midis pushteteve, problemeve të mbrojtjes dhe garantimit të lirive dhe të drejtave të njerëzit, siguria juridike dhe shumë element, se këto janë kryesoret. Nuk do të bëhet asnjë përparim, sado fjalë të bukura të ketë, në qoftë se kapitulli 23 dhe 24 nuk merr vlerësim pozitiv. 2030 larg apo afër? Me gjithë problematikat që kemi në sistemin e drejtësisë. 2030 nuk varet vetëm nga Shqipëria. Sikur Shqipëria të bëjë namin. Jo, me që lidhet me sistemin e drejtësisë, me pikat e rëndësishme të cilat janë pjesë. Geopolitike e të tillë, ku një apo disa vende, të cilat mund të kenë dhe problemet e tyre të brendshme, do ta bëjnë që të vendosin veton, problemi është që Shqipëria do ngeci. Prandaj janë shumë kompetent, shumë komponent të cilët duhet të bashkohen që Shqipëria të mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Po, ka një ide që Malizi do antarësohet në 2028, Shqipëria në 2030, po ky është objektiv. Nuk është një vendim që do të futet. Se betejë fillon tani. Mbasi u hapën kapitujt, tashti fillon betejë. Për sa i përket opozitës, opozita pa diskutim duhet bëjë opozitë. Po opozita pa diskutim duhet të angazhohet
dhe të ulet në tryeza të punoj bashkë me majorancën, sepse tek e fundit ky proces nuk është procesi i majorancës. Nuk është merita e kësaj majorance ky avancim, pse ka filluar procesi që në 1990-ën dhe pak më shumë diku, pak hapa më pak diku tjetër, përsëri përpara ka avancuar procesi. Dhe në këtë aspekt, unë jam dakord me atë që pavarësisht problemeve të brendshme që kemi dhe betejës së brendshme, çështja e integrimit të bashkimit në Bashkimin Evropian, si çështje kombëtare dhe gjithë partitë politike patjetër atë mbështesin, duhet patjetër të avancojë bashkërisht. Opozitën është në fazë të mirë opozita në këtë moment që Jo, flasim? ne dim që opozita është në krizë, është në tranzicion, s'ka filluar tranzicion, bile se s'ka filluar me analizën e humbjes së zgjedhjeve, po opozita ka probleme. Po problemet e brendshme të opozitës duhet të zgjidhen, por jo në kurriz pastaj të çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me interesat e vendit, dhe unë nuk besoj se opozita do të pengon ose do të pengojnë avancimin e Shqipërisë në integrimin në Bashkimin Evropian. Të shohim se si do të jetë edhe i gjithë bashkëveprimi, bashkëpunimi, sepse është një moment tepër i rëndësishëm, e thatë dhe ju vetë, në interes të shqiptarëve mbi të gjitha. Opozita